Një fotografi e kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, e cila e shfaq atë me veshje sportive, ka qarkulluar së fundmi në rrjetet sociale dhe ka tërhequr vëmendje të madhe të publikut. Pamja e shpërndar fillimisht në disa platforma online në shoqëruar me komente se Kurti ka nisur aktivitetin në fitness, duke nxitur reagime të shumta dhe diskutime të ndryshme në hapësirën digjitale. Në fotografi, kryeministri shihet i veshur me rroba sportive, çka ka qenë e pazakontë për opinionin publik, duke pasur parasysh se Kurti nuk është i njohur për angazhime sportive apo për paraqitje të shpeshta në këtë kontekst. Pikërisht kjo ka bërë që fotografia të marrë vëmendje të shtuar dhe të interpretohet në forma të ndryshme nga përdoruesit e rrjeteve sociale. Reagimet kanë qenë të larmishme. Disa qytetarë kanë parë këtë si një sinjal pozitiv, duke e konsideruar aktivitetin fizik si një shembull të mirë për shëndetin dhe mirëqenien personale, pavarësisht funksionit publik. Të tjerë ndërkaq kanë shprehur dyshime mbi kontekstin e fotografisë, duke ngritur pyetje nëse bëhet fjalë për një aktivitet të rregullt sportiv apo thjesht për një moment të rastësishëm. Në rrjetet sociale nuk kanë munguar as komentet ironike apo satirike, të cilat shpesh shoqërojnë çdo paraqitje jo të zakonshme të figurave politike. Megjithatë, një pjesë e opinionit ka theksuar se jeta personale dhe aktivitetet jashtë angazhimeve institucionale nuk duhet të jenë objekti i gjykimeve të panevojshme. Deri më tani, nga zyra e kryeministrit të Kosovës nuk ka pasur ndonjë reagim zyrtar lidhur me fotografinë apo me pretendimet se Kurti ka nisur fitnessin, po ashtu nuk dihet saktësisht se kur është realizuar fotografia dhe në çfarë rrethanash. Fotografitë dhe përmbajtjet që qarkullojnë në rrjetet sociale vazhdojnë të kenë ndikim të madh në formësimin e perceptimit publik ndaj figurave politike. Në shumë raste, pamje të tilla marrin vëmendje më të madhe se sa zhvillimet politike apo vendimet institucionale, duke reflektuar rolin gjithnjë më të madh të rrjeteve sociale në diskursin publik.